Nderuar shikues, mirë mbrëma. Edhe njerë sot do të bëjmë një temë historike e cila ka të bëjë me sulmin e Japonisë mbi Pearl Harbor në datën 7 dhjetor 1941. Shumica e njerëzve, sidomos atyre që e pëlqejnë historinë, e dinë se çfarë ka ndodhur. Ishte kjo datë dhe ky sulm që nxiti fillimin e një lufte të vërtet të përbotshme, pasi u përfshi në këtë luftë që kishte filluar në Evropë midis vendeve naziste dhe fashiste në aleancë, pra Italisë dhe Gjermanisë, kundër regjime tjera që quheshin demokratike si Anglia, Franca, por dhe shteti komunist i Bashkimit Sovjetik me në krye Stalini, i cili ishte i lidhur me demokracitë kundër nazizmit dhe fashizmit. Para se të fillojmë temën çka ka ndodhur në Pearl Harbor, a mund të shmangeshe ky sulm, pra a mund të shmangeshe futja në luftë e Shtetet e Bashkuara, dëshiroj t'ju kujtoj edhe një herë që me shumë mundim, duke poshtur peshën e madhe që ka guri Sizifit kur të ngrini dorën që të bëni një subscribe atje ku thot subscribe atje poshtë videos, do të kujtoj gjithashtu që në Crown Team vazhdimisht do të dalin emrat e disa subjekteve të biznesit të cilat janë sponsor të emisionit ton që ne i kemi përzgjedhur dhe njëkohësisht ata që duan të hynë si sponsora dhe kërkojnë të kenë reklamën e punës së tyre të biznesit tyre në podcastin ton, mund të dërgojnë një SMS në numrin e telefonit që shfaqet këtu në Crown Team në WhatsApp. Nga do që t'jen edhe në Amerikë, edhe në Angli, sepse ne na shohin nga të gjitha anët. Dëshiroj gjithashtu t'ju kujtoj që ne kemi dhe një gazetë, një website, gazetë online, të cilën mund t'a gjeni duke shkruar në Google okul.org dhe ju do të merrni lajme dhe shkrime dhe informacione speciale nga ato që dim t'japim vetëm ne të shtëpisë botuese Elga Secrets, dhe aty keni dhe një rubrikë ku janë shumica e librave të shtëpisë tonë botuese dhe ju për çdo gjë mund të na kontaktoni me SMS në WhatsApp në numrin që del këtu në ekran. Gjithashtu dua t'ju bëj me dijet gjithë atyre që duan ta ndjekin emisionin tonë me titra në gjuhë të ndryshme. Tashmë YouTube-i e lejon këtë mundësi që videot në gjuhën shqip të titrohen me gjuhë të ndryshme, duke i përkthyer ose dhe në shqip ata që kërkojnë të mësojnë më mirë shqipen e shkruar ose që nuk kuptojnë mirë shqipen, fëmijët e emigrantëve ose ndonjë juaj që s'e ka mësuar mirë shqipen me dëgjim, por e ka mësuar më mirë me shkruar, atëherë mund ta titrojnë në shqip. Mirë, vazhdojmë me temën që kemi zgjedhur, sulmi në Pearl Harbor, siç e thash, që ndodhi më 7 dhjetor të vitit 1941. A mund të ish parandaluar, ju lutem, një foto të marrë nga goditja e ishullit, i cili është në kontrollin e Shtetit të Bashkuara. Ju tham që kjo goditje ndodhi nga ushtria e Japonisë dhe filloi në mëngjes afër orës 8 të mëngjesit dhe ka qenë një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e Shtetit të Bashkuara, ashtu si Shtetet e Bashkuara hyn në luftën e parë nga mbytyja e një anije që quhej Lusitania, e cila udhëtonte nga Shtetet e Bashkuara në vitin 1917 për në Britaninë e Madhe, u godit nga nëndecet amerikane, ose kështu pretendoj, dhe duke justifikuar gjermanët që ishte një anije që kontrabandë kishte mallra në shërbim të ushtrisë britanike nga kontrabandë nga Shtetet e Bashkuara dhe prandaj u godit. Dhe kjo e futi në luftën e parë Shtetet e Bashkuara, ndërsa në luftën e dytë hyri nga kjo goditje që një foto të cilës e shikonin në orën 7:55 minuta të mëngjesit. Kjo ngjarje u tregoi njerëzve në Shtetet e Bashkuara se
të jetuarit në një vend izolacionist, siç kishte hyrë Shtetet e Bashkuara mbas luftës së parë botërore, duke mos pranuar tynin dhe në lidhjen e kombeve institucionet vendimmarrëse si Kongresi në Shtetet e Bashkuara nuk pranonte që Amerika të përfshihej në problemet e vendosjes si një qeverie botërore globaliste duke përdorur si instrument organizat në lidhjen e kombeve që quheshe në mes dy luftrave botërore, ku Shtetet e Bashkuara kërkuan të ndiqnin linjën e etërve themelues ku Shtetet e Bashkuara nuk pranojnë të jenë në varësi të një qeverie globale të drejtuar nga Londra. Por ky sulm ju tregoi amerikanëve se dhe një vend izolacionist nuk do të thoshte se ishte i sigurt nga sulmet. Në fakt, mësimi ishte i trishtueshëm dhe si mësim erdhi me një çmim të lartë. Pavarësisht suksesit relativ të përfshirjes amerikane në luftën e dytë botërore, disa njerëz kanë spekuluar se Shtetet e Bashkuara mund ta kishin parandaluar sulmin ndaj Pearl Harbor dhe ta kishin shmangur luftën me japonezët dhe futjen në luftën e dytë botërore të Shtetet e Bashkuara. Kjo në fakt është e vërtet për shumë arsye. Megjithatë, shmangja do të kishte ardhur me një çmim më vete, përkatësisht mundësinë në rritje që fuqitë e boshtit do të kishin triumfuar dhe fashizmi dhe nazizmi mund të kishte ardhur për të sunduar në thelb botën pra dhe Shtetet e Bashkuara, se nëse Italia dhe Gjermania, sidomos kjo e dyta, do të triumfonin ndaj fuqive të tjera evropiane, demokracive dhe qeverisë komuniste të lindjes të Rusisë, tëre dhe Amerika shumë shpejt do të binte nën kontrollin dhe nën hegemoninë e fashistëve dhe nazistëve. Cila e vërtet është në fakt cila histori është e vërtet këtu? Një shqyrtim i afërt i të gjitha rrethanave që lidhen me Pearl Harborin mund të sjellë disa qartësi dhe ndoshta të na bëjë të rimendojmë disa nga supozimet tona rreth një dite që siç e quajti presidenti atëhershëm Franklin Delano Roosevelti, tha që kjo ditë do të jetojë në mendjet tona si një ditë e turpshme. Por a dinte gjë Amerika, a dinin gjë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mundësinë e këtij sulmi? Nëse shikojmë historinë, e dim se ushtria dhe qeveria e Shtetet e Bashkuara ishin në dieni disa dhenave që tregonin se një sulm nga Japonia në fakt ishte i afërt. Marrëdhëniet midis dy vendeve kishte kohë që kishin filluar të shkërmoqeshin. Japonezët po përhapnin një propagandë rreth Shteteve të Bashkuara, duket se Japonia po përgatitej për luftë edhe para se qeveria e Shtetit të Bashkuara të kuptonte se Japonia ishte e aftë ta realizonte këtë luftë. Pas luftës në fakt janë zbuluar dokumente që i përkasin ambasadorit amerikan në Japoni në kohën që ndodhi lufta, Joseph Gray. Sipas këtyre dokumentave, Gray kishte marrë informacione nga ambasadori peruan në Japoni, të cilat tregonin se ishte duke u planifikuar një sulm ndaj Pearl Harbor. Gray e mori këtë informacion me 27 janar 41 dhe sulmi ndodhi në 7 dhjetor 41, pra gati një vit përpara. Gray e kaloi këtë informacion drejt Departamentit Amerikan të Shtetit, por informacioni i tij ishte paksa sipërfaqësor dhe me sa duket vetë Gray e besonte si të pamundur. Por gjithsesi më vonë, pas luftës, Gray në opinionet e veta ja odhi fajin disa herë presidentit Roosevelt për sulmin dhe për përfshirjen e SBA-s në luftën e dytë botërore, që sipas Grayt nuk duhet të kishte ndodhur. Gazetat, mund ta ndrosh foton, regjia, gazetat e ndryshme të kohës tregonin për sulmin, ja ku i keni, për sulmin e Japonisë mbi ishullin në një numër gjithnjë e në rritje të njerëzve, besoi se Roosevelti mendonte se hyrja e Shteteve të Bashkuara në luftë ishte e pashmangshme.
Por kjo ishte edhe në interesin më të mirë të Shtetet e Bashkuara dhe të gjithë botës, mendonte Roosevelti. Dhe për këtë arsye ai vendosi ta lejonte sulmin që të ndodhte. Kjo teori që sulmi është lejuar të ndodhte me qëllim është mjaft radikale, por do të shpjegonte pse paralajmërimet rreth planeve të Japonisë për sulmuar interesat e SBA-s në paqësor u injoruan. Kush ka qenë në fakt pararendësit e konfliktit SBA-Japoni të cilat sollën luftën? Tensionet midis SBA-s dhe Japonisë ishin rritur për shkak të interesave në Kinë. Japonia kishte hyrë në luftë me Kinën dhe kishte pushtuar një pjesë të Kinës veriore. Në kohën kur filluan të shfaqeshin paralajmërimet për armiqësi kundër SBA-s në Japoni, Japonia ishte në aleancë me Italinë dhe Gjermaninë. Shtetet e Bashkuara në atë kohë kishin interesa në Kinë dhe nuk donin që trupat japoneze të ishin aty. Për më tepër, aleanca e Japonisë me Italinë dhe Gjermaninë nënkuptonte se ajo ishte në luftë me perandorinë britanike. Nëse Japonia do të kishte pasur sukses në Kinë, kjo do t'i sillte fuqitë e boshtit një hap më afër mposhtjes së britanikëve. Kjo nuk do të kishte qenë mirë për SBA-n. Prandaj, pavarësisht qëndrimit të SBA-s për mos përfshirje në luftë, ata po përfshiheshin pa dashje për shkak të kundërshtimit tyre ndaj pranisë së Japonisë në Kinë. Autoritetet japoneze kundërshtuan këtë. Pa dieninë e SBA-s në atë kohë, Japonia kishte filluar të planifikonte një akmarrje. Shtetet e Bashkuara vendosën një embargo mbi tregtinë e naftës dhe të errorit të ekurit ndaj Japonisë në korrik të vitit 41. Gjithashtu, Japonisë u kërkua që të tërhiqte trupat e saj nga Kina. Kjo ndodhi afërsisht 6 muaj pasi zyrtarët qeveritar kishin arritur të kapnin paralajmërimin e parë zyrtar për një sulm të planifikuar mbi Pearl Harbor. Japonia kishte në fakt nevojë jetike për naftën amerikane për të zhvilluar luftrat e saj. Por embargoja e amerikanëve i përkeqësoi gjërat. Kryeministri i Japonisë, princi që quhej në atë kohë Konoye, vendosi të organizonte një takim me presidentin Roosevelt në Hawaii, pikërisht aty ku ndodhi dhe sulmet, për të diskutuar një zgjidhje të mundshme. Roosevelt pranoi, por nuk pranoi vendin ku kërkoi Konoye, pra Hawaii. Ai tha se bisedimet do t'i bëjmë në Alaska, por takimi u shty disa herë prej presidentit Roosevelt dhe nuk u zhvillua në fakt kurrë, sepse në tetor princi Konoye u zvendësua si kryeministër nga i famshmi Tojo Hideki, që nuk ishte një person dhe aq paqësor. Gjatë gjithë kësaj kohe, qeveria amerikane nuk besonte se japonezët do të bënin luftë me ta. Edhe pse kishte shumë anije, trupa, avion në Pearl Harbor, për shkak të tensioneve në rritje me japonezët, çështjet e mbrojtjes në bazë duket se kanë qenë delikate për shkak të nëmbëlërësimit të një sulmi të mundshëm. Sikur qeveria amerikane ta kishte parë kërcënimin e luftës me Japoninë me seriozitet dhe tu kishte kushtuar vëmendje paralajmërimeve, porti mund të ishte mbrojtur shumë më mirë. Megjithatë, a mund të ishte shmangur krejtësisht sulmi ndaj Pearl Harbor? Ju lutem regjisë një foto tjetër nga sulmi përsëri që ju kam dhënë, ku tregohet një nga anijet e shquara amerikane të marinës amerikane të asaj kohe, California BB-24, duke u fundosur ngadalë pranë ishullit fort në Pearl Harbor, Hawaii, si pasojë e dëmtimit nga bombat dhe torpedot e japonezëve më 7 dhjetor 41. Po ta shikojmë në retrospektivë sulmin mbi Pearl Harbor, nëse presidenti Roosevelt do të ishte takuar me princin Konoye, siç mendonte më vonë ish ambasadori amerikan në Japoni, Joseph Gray, që u përmenda, takim cilin ai e këshillonte që ta zhvillonte me princin Konoye,
a do ta kishin anuluar japonezët planin e tyre për të sulmuar Pearl Harborin? Ndoshta nuk do ta kishin bërë, përveç se nëse Shtetet e Bashkuara do të pranonin të ishnin embargon, por Shtetet e Bashkuara nuk mund ta ishnin embargon pa një marrëveshje nga Japonia se ata do të largoheshin nga Kina, gjë e cila është shumë e pamundur që të ndodhte. Shtetet e Bashkuara mund ta ishin embargon, por edhe Japonia kërkonte që të ishte embargoja, por në mes ishte Kina, të cilën Japonia nuk kërkonte ta lëshonte nga thonjt e vet imperialist. Me këtë marrëveshje nuk kishte asnjë arsye që ata të ruanin paqen me Shtetet e Bashkuara, pra sulmi ndaj Pearl Harbor ishte ndoshta në këtë mënyrë i pashmangshëm. Ju kam dhënë dhe një foto regjia të vendit ku ndodhi lufta ose goditja e japonezëve në ditët e sotme, pra Pearl Harbor në ditët e sotme keni një foto ja ku është sot vendi dhe gjiri ku ka qenë flota e Shteteve të Bashkuara. Në fakt, nëse ushtria amerikane do të kishte qenë më përgatitur për një sulm ndaj Pearl Harborit, japonezët mund ta kishin anuluar planin e tyre për ta sulmuar, pasi ata e dinin nivelin e gatishmërisë, nivelin e ulët të mbrojtjes që amerikanët kishin vendosur në ishull. Nëse shtetet, por ata mund të kishin sulmuar dhe në një pikë tjetër, ku do ta shikonin që kishte dobësi Shtetet e Bashkuara. Ndoshta nëse Shtetet e Bashkuara do të kishin kushtuar vëmendje para lajmërimeve që vinin nga Japonia, ata mund të kishin mbledhur më shumë inteligjencë dhe ta kishin vlerësuar situatën më mirë. Sulmi ndaj Pearl Harbor kishte kohë që pritej dhe ky ndryshoi rrjedhën e luftës së dytë botërore, duke e shndërruar atë në një luftë të vërtet botërore që përfshinte si Amerikën, ashtu dhe Evropën. Në fakt, ka qenë dhe një agent me pseudonimin Iqe foton, Juri regjia, në fakt ka qenë dhe një agent i Aberit, i cili ishte topi agent dhe që punonte për MI6-in britanik, i cili ishte kroat dhe quhej Dushko Popov dhe kishte pseudonimin Tricikli. Dhe ky i ka çuar Edgar Hooverit në Shtetet e Bashkuara ty zbulime para se të ndodhte goditja e Pearl Harborit. I ka çuar përdorimin, shpikjen e përdorimit të një pike të vogël si pyetësor për agentët e shërbime sekrete. Për shembull, ke ija e tretë e rreshtit të 10 të këtij libri, për shembull, ndodhet një pyetësor qofse shikon me mikroskop. Problemi ishte si realizoi kjo teknikisht dhe si kishin arritur ta realizonin gjermanët, të cilët ja kishin dhënë për përdorim agentit të tyre Tricikli ose Dushko Popov, i cili shërbente dhe tek britanikët. Mirë po, Edgar Hooveri, i cili ishte pjesë e strukturave të larta të geopolitikës botërore, të atyre që zhvillojnë ngjarjet, e dinte që do të sulmohej Pearl Harbori dhe kjo ishte shumë organizuar në nivele të larta me qëllim që të justifikojë futja e Shtetet e Bashkuara në luftë dhe mposhtja e nazizmit dhe fashizmit dhe krijimi i sionizmit ose i Izraelit. Dhe plani pasaj vazhdon dhe më tutje që do futen në luftë çifutët dhe muslimanët dhe në fund të dy do shkatrohen dhe do të dalë një fe e re, të paktën kështu thuhet në një letër që një nga njerëzit e rëndësishëm, Albert Pike, i masonerisë së Shtetet e Bashkuara, që e kthevi në shkencë masonerinë e Shteteve të Bashkuara dhe mjeshtri i madh grada 33, i kishte dërguar kreut revolucionar të masonerisë evropiane Giuseppe Mazinit, i cili ishte një nga njerëzit i cili në emër të dinastisë Rothschild dhe dinastive tjera bankare realizonte
kërcënime dhe vrasje në nivelet e larta. Midis të tjerëve, ata goditën dhe familjen e perandorisë Habsburgëse, një nga më të vjetrat në botë, me qendër në Vjenë, ku u detyrua që djali i perandorit Jozef, i cili vdiq në mes luftës dytë botërore në vitin 1917, Rudolfi të bënte vetvrasje dhe trashëgimin Jozefi ja kaloi djalit të vllajt që ishte princ Franz Ferdinandi, i cili u vra në Bosnjë nga mafia e masonerisë serbe të quajtur Crnoje Ruka ose Dora e Zezë, e cila nxiti dhe fillimin e lëvizjeve ose kryengritjeve kundër turqëve, duke përdorur sidomos katolikët e Bishkodrës, të Malësisë së Madhe, si Det Xholuli, dhe me ardhjen edhe masonëve të tjerë nga karbonarasit me origjinë shqiptare, arbëreshe të Italisë, arritën të fusnin në luftë, në një luftë civile, shtetin Osman në kryengritjet e vitit shqiptare të vitit 1910, 1911, dhe pasaj fillimin e luftrave ballkanike. Pra, të gjitha gjërat janë të lidhura dhe të organizuara, të orkestruara nga një dorë, sa herë që ka një revolucion industrial, lind nevoja për depopullim të atyre që mund të mbeten të papunë nga futja e re e teknologjisë, që janë potencialisht njerëz të rrezikshëm që mund të trysnojnë sistemin shoqëror. Kështu që ata futen në një luftë dhe për këtë gjendet një hym kombëtar, një flamur, një mbret ku çdo palë i ka më të bukura dhe më të mira se pala tjetër, dhe për ta zgjidhur këtë se kush e ka më të bukur dhe më të mirë himnin dhe mbretin e vet, dhe zakonet e veta dhe origjinën e vet, ata therin njëri tjetrin me bajoneta, duke ulur kështu numrin e popullsisë, atë që elita e dëshiron aq shumë. Pra, gjithçka është e orkestruar nga një dorë e vetme. Duhet kujdes i madh që ti kuptoni këto lojra. Këtu mendoj ta mbyllim duke u kujtuar dhe një herë që me ta të riqni dorën nga mastiçi ku e kini kështu me zor, pap, një subscribe, që të vëmë 10.000 veta deri në fund të muajit, o bëj sfidë që kanë mbetur edhe rreth 600 ose 550 subscribera, të cilat mjafton një 5 minutë të gjithë ata që më ndjekin, nuk e kam fjalën për ata që rinë mbrapa gardit shumë edhe i pushkë të më gjen ndonjë gjë, toka e sheshtë, nuk është kështu, është kështu siç themi ne. Këta nuk i dua dhe e di që dhe ata s'më duan, dhe nuk ka mënyrë këtu për të bërë subscribe, po ja u kërkoj këtë atyre që mendojnë si unë dhe që vibrojnë në frekuencat tona, atyre që kanë dhem për të ngrënë mish, dhe jo atyre që duan pipiron me qumësht. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim në emisionet e radhës. Tung tung.